Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Lirohet nga qelit e paraburgimit të Durrësit ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka, gjyqtari Bib Ndrecak pranoi kërkesën e Kokës për shuarjen e masës arrest me burg për inceneratorin e Fierit pas mbarimit të afatit 3 vjeçar të paraburgimit. Masa për inceneratorin e Fierit ishte e vetmja çështje që mbante ish-ministri në burg, pasi për inceneratorin e Elbasanit ai fitoi të drejtën e lirimit me kusht në korrik të këtij viti. Edhe për inceneratorin e Tiranës, i është shuar masa e sigurisë pasi ka mbaruar dënimin e marrë në shkallën e parë. Lefter Koka aktualisht ndodhet në spital për probleme kardiake. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut hedh poshtë informacionet e publikuara në media për hapjet e qendrave për emigrantët. Maqedonia as nuk po shqyrton dhe as nuk ka ndonjë shans të pranojë të jetë qendër për pranimin e emigrantëve ose vendodhje për hapjen e kampeve të emigrantëve, deklaroi Pançe Toshkovski. Reagimi erdhi gjatë konferencës ndërkombëtare të Aleancës Globale për luftimin e kontrabandës së emigrantëve në Bruksel. Për Toshkovskin, kjo nuk është shqyrtuar dhe as nuk është diskutuar nga Ministria e Punëve të Brendshme. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri në detyrë i Kosovës shmang përgjegjësinë për mos certifikimin e listës së kandidatëve të listës serbe në Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pas interesimit të gazetarëve, Albin Kurti deklaroi se kjo nuk është çështje e qeverisë. Ajo është çështje e ambasadës amerikane, ajo është çështje e KQZ-s. Unë jam kryeministër i Republikës Kosovës. Deklarata e Kurtit erdhi pas vendosjes së gurthemelit të tribunës lindore në stadiumin Zahir Pajaziti në Podujev. Ambasada gjermane në Kosovë shpreh sërish shqetësimin për mos certifikimin e kandidatëve për deputet të listës serbe. Në reagim thuhet se mos certifikimi dëmton imazhin ndërkombëtar të Kosovës dhe ka ndikim negativ në rrugën drejt integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Në të thuhet se zgjedhjet dhe përgatitjet teknike duhet të jenë të lira nga manovrimet e aktorëve politik. Sjellja penguese e disa anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët refuzojnë të verifikojnë listën serbe dhe kandidatët e saj, ndikon negativisht në reputacionin ndërkombëtar të Kosovës dhe në rrugën e saj drejt integrimit evropian, thuhet në reagimin e ambasadës gjermane në Prishtinë. Me herët të njëjtin shqetësim ngritet ambasada amerikane në Kosovë. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës premton një qeveri të unitetit nëse kjo forcë politike fiton zgjedhjet e ardhshme të parakohshme parlamentare. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bedri Hamza angazhohet për një qeverisje që vendos qytetarët në qendër të vendimarrjes. Sipas tij, prioritetet kryesore të qeverisjes që synon të udhëheq janë tejkalimi për çarjeve politike, rritja e pagave dhe përmirësimi i mirëqenies së qytetarëve. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.